Shporta minimale sindikale në Republikën e Maqedonisë së Veriut për muajin tetor ka arritur në 65.544 denar, që në krahasim me muajin shtator është rritur për 467 denar, tregojnë të dhënat e publikuara nga Lidhja e Sindikatave të RMV-s. Sipas këtyre të dhënave, rritje më e madhe është regjistruar tek shpenzimet për ushqim dhe pije, të cilat në tetor arritën në 23.772 denar, ose 378 denar, më shumë se në muajin paraprak. Nëse në llogaritje përfshihet edhe kostoja e qiras një apartamenti prej 60 metra shkatror, vlera totale e shportës minimale sindikale për tetor arrin në 80.919 denar. Lidhja e Sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut paralajmëron se rritja e vazhdueshme e kostos së jetesës po e bën situatën e familjeve punëtore më të vështirë, veçanërisht duke pasur parasysh se paga mesatare ende nuk siguron një standard të mirë jetese. Lidhja e Sindikatave të RMV-s bën apel edhe një herë për nevojën e harmonizimit të pagave me koston reale të jetesës, me qëllim, siç thon ata, sigurimin e një jete dinjitoze për të gjithë punëtorët dhe familjet e tyre.